Mirë, Kryeziu, kryefjala e Mercatos Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe jo vetëm përfundon të vishit kuqezis janë impresionet e para. Si ndjet Almiri këtu në zyrat e Shkëndijës? Për fillim jam shumë i kënaqur, siç e dim Shkëndija është ekipi më i madh në Shqipëri. Edhe për mua ka qenë shumë lehtë me vendos këtë ofertë që ma kanë ofruar Shkëndija. Shpresoj ta jap më të mirën, të ndihmoj ekipit drejt objektivat që ka. Shkëndija e pranon atë rolin e një skuadre të madhe, por ka respekt për gjithë skuadrat, edhe ku ke luajtur ti, edhe për gjithë tjera, sepse jemi një apo jo. Por është fakt që ka bërë shumë buj përmendja e emrit tënd për të ardhur në Shkëndi. Të kënaq kjo, të jep një satisfaksion? Po, është një emocion i veçantë. Shkëndija ka një histori goxha të madhe si ekip edhe jemi është të jem sa më i motivuar të jap maksimumin çdo ndeshje, çdo stërvitje dhe t'i gëzoj gjithë tifozët. Ku ke luajtur ke bërë mirë? E ke ndjekur gjatë kësaj kohe Shkëndijën? Çka dim për Shkëndijën? Çka ka bërë përshtypje? Përfshi edhe vitin e fundit pjesëmarrja në Conference League? Me tregu drejt kështu ligën nuk e kam përcjell, po lojët e Shkëndijës i kam përcjell sepse kam pas kontakte me klubin. Siç e dim, Shkëndija gjithmonë në Evropë na ka bërë krenor jo vetëm shtetëtorën, po gjithë shqiptarët tanë mban. Edhe shpresoj që me ardhmën time kemi synime edhe më të mëdha. Tani beson, e din, të kalojmë pak serioz bisedën. E din për çka vin, i din ambicjet e klubit dhe je i bindur që do të arrihen? Unë gjithmonë kam pas ambicie të mëdha edhe në ekipet që kam luajtur, edhe Shkëndija normal. Pa më pyet askush i di ambicet që ka klubi, normal titulli kampion, po edhe në Evropë arritja në grupe do ishte mirë. Tani ishte vështirë të thuash jo, ke patur përveç ofertave nga skuadra shqiptare, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, ke patur oferta nga jashtë, Hungaria është përmendur. Ishte vështirë të thuhet do shkojnë në Tetov? Për mua nuk ka qenë shumë e vështirë. Shkëndija është ekip i madh, për mua ka qenë një vendim shumë i lehtë dhe shpresoj na shkon bar. Sa të kanë shkruar tifozët në momentin që është përmendur emri yt? E din që Shkëndija ka një tifozëri të zjarrt, përfshi edhe ballistët. Sa të kanë shkruar, cilët janë mesazhet më interesante që ke marrë? Me tregu drejt, e kam shikuar Shkëndijën si ekip, po edhe e kam pa tifozë që janë të flakt. Edhe në momentin që u flit emri im që po vi në Shkëndi, kanë qenë mesazhet e panumërta. Mirë se vjen. Mesazhe shumë mirëpritje. Tani ne po e kryjmë këtë pjesën zyrtare dhe do udhëtosh për të bashkuar me ekipin në Sloveni. Më thuaj impresionet këtu, si e ndjeve veten, sepse është ambient i ri, në zyra, gjithçka që po ndodhi gjatë kësaj dite, prezantimi, fotografimi, ekzaminimet mjekësore. Unë ndjeve si i ri apo Është diçka e re, jam i lumtur që kam marrë këtë vendim, edhe mezi pres t'i takoj ekipën, të takoj trenerin dhe të filloj stërvitje sa më shpejt.